Vjeshta e këtij viti do të jetë stacioni i ri në historinë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Me këtë mesazh i është drejtuar kryeparlamentarja Topalli federalistëve të rinj europian, të cilët vizituan ambientet e kuvendit në kuadër të muajit të Europës që përkon edhe me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Zonja Topalli tha se finalizimi me konsensus i një sër ligjesh me 3 të pestat dhe mbyllja brenda pak ditëve e 2 prej reformave më të rëndësishme, asaj zgjedhore dhe parlamentare, dëshmojnë për vullnetin politik të kuvendit në çuarjen përpara të procesit integrues të Shqipërisë drejt familjes europiane. Dhe unë jam shumë optimiste se edhe reforma zgjedhore do finalizohet shumë shpejt, reforma parlamentare do mbyllet në pak ditë dhe kështu edhe ne jemi të gatshëm për merit, jo për llorat, sa asgjë s'kemi marrë llorat në historinë tonë. Për merit do bëjmë një hap tjetër, do vendosim një stacion tjetër në historinë tonë të integrimit drejt Bashkimit Evropian. Federalistët e rinj europian deklaruan se puna e kuvendit është zgjuar themeli për integrimin e Shqipërisë drejt Unionit. Ata u shprehën se Shqipëria ka bërë hapa të dukshëm në agjendën europiane dhe se shpresojnë që këtë vjesht vendi ynë të marrë statusin e vendit kandidat, ndërkohë që rinia duhet të luajë rolin e saj në këtë proces.